Kryetari i Kuvendit Talat Xhaferi këtë paradite ishte në kabinetin e tij ku ka firmosur disa vendime të domosdoshme për punën administrative, bëri të ditur deputeti i BDI-s Artan Grubi. Por pak më parë, deputeti i VMRO-DPMN-s Antonio Miloshovski në profilin e tij në Facebook publikoi një foto në të cilën shihen deputetët e VMRO-DPMN-s dhe koalicionit në kabinetin e kryetarit të Kuvendit ku ndodhet edhe Trajko Veljanovski. Eurodeputetët Kukan, Fleckenstein dhe Weigl, sot nga kryetari i ri i Kuvendit, do kërkojnë që t'i marrë të gjitha funksionet në Kuvend, të cilët i përkasin atij dhe Kuvendi menjëherë të fillojë me punë. Ata gjithashtu do i bëjnë thirrje VMRO-DPMN-s që t'u jap fund obstruksioneve të punës së Xhaferit, ndërsa Gjorgje Ivanovit menjëherë t'i jep fund pengimit të procesit demokratik në vend. Eurokomisioneri për zgjerim Johannes Hahn në një intervistë për Standardin austriak thotë se sulmi ndaj parlamentit të Maqedonisë nuk do të ketë pasoja tek mundësia për fillimin e bisedimeve me BE-n, nëse i njëjti nuk përsëritet. Në parlament u sulmuan ata që angazhohen për procesin evropian, tha Hahn.